Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Mashtruesi do ta vuaj. Vanessa reagon për herë të parë pas letrës së Indrit. Mbrëmja e së hënës në spektaklin e Fermës solli një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni, pasi aktori Indri Shiroka vendosi t'i jap fund marrëdhënies së tij me Vanessën në transmetim live. Ish fermeri zgjodhi ta komunikonte ndarjen përmes një letre emocionale, të cilën ja drejtoi Vanessës, e cila tashmë ndodhet jashtë fermës. Vendimi i tij surprizoi jo vetëm publikun, por edhe banorët e tjerë të fermës, të cilët mbetën të shokuar nga mënyra se si u zhvillua situata. Pas spektaklit, rrjeti shpërtheu në reagime të shumta, ndërsa fansat nisën të ndaheshin në dy kampe. Ata që mbështetën sinqeritetin e Indrit dhe që e konsideruan veprimin e tij përkundrazi të ftohtë. Por drama duket se nuk ka përfunduar me kaq. Në ditën e sotme, gjatë një bisede me Sarën, aktori Elvis Pupa bëri një deklaratë të fortë që shumë ndjekës e interpretuan si një thumb të drejtë për Indrin. Gjithë mashtruesit kanë për të vuajtur në këtë jetë. Gjithë manipulatorët do të vuajnë sepse e varin jetesën e vet te manipulimit të tjerëve. Njerëzit janë mësuar me dallavere, kështu do t'i shkojë gjithë jeta. U shpreh ai gjatë bisedës. Deklarata e tij bëri menjëherë xhiron e rrjetit dhe mori akoma më shumë vëmendje pasi u ripostua nga vet Vanessa në Instagram. Ky reagim i saj është interpretuar nga ndjekësit si një shenjë se ajo është ndjer e lënduar nga mënyra si përfundoi marrëdhënia me Indrin.